kuadër të loja s'ta shtitër gjë. Unë po edhe jashtë kjo është. Per lojë çka dush. Nuk ki nevojë ti me dhënë përgjigje për një person, so tu ni catch prej teje se tu ka dashuru. Ajo problemi sajna, ajo duhet më mirë me ata. Ti nëse nuk e shfryzon, edhe distancohesh ti je total në rregull. Por ti nëse ju afrohesh, edhe ja normal e shfryzon atë je gabim. Unë po çudit atë që se ke kuptu. Shumë me sana si ke kuptu. Se di vallaj që ki bisedë që kanë pasur të dyja më edhe distancën, edhe Benitës. Unë tash Benita unë tham jam i sigurt se Benita është shumë më shumë është domethënë ka dhimbje për ty sa Elion. Ata kam kuptuar më ti, por edhe Benitës çëshka po tham, unë kam marrë këtu me lut. Të lutna. Ki moje pëlqimin, ban shka dush vlla, unë du me dy. Por ajo bisedë ka dalë bre vlla. Ai ka dalën prajm ashtu, mos e fut ka tash me Benitën. Veprimet o zë. Që ndodhin debatet e sin, veprimet. Veprimet të çora. Ç'është ka ndodhi atë ditë kur Benita shkoi me kajt lavenderi. Ti shkove se e kiçi ta, mirë. Shkoj me gjithë kungja. Nëse ti e ke pa mirë. Po shkove kish i të lip cigare. Jo mirë njohen dëmshurin. Se po flet gabim. Jo mirë njohen dëmshurin. Dëmshurin, bravo, faleminderit. Çka dëmshuria jote, hajt shkoj te Eliona aty, hajt shkoj te Benita aty. Sot këtë po thon, ma problemi këtu të pitën me kadrëve ashtën Klodi, se Klodi pas a flirtua aty, pas a flirtua. Po se ki bëjt vetën, je shumë gabim, edhe ti gjithë ki mundu se lu do të donë këshilla për favor të vetën. Po që ato fjallë të mija, shtu pak po dalin, plus minus. Ku të kam gjujtë për motrën, më ke thonë, pëshire ti gojnë për mos më përzim familje. Ti më ke thonë. Se motra jote unë e kam kuptu shumë qyshe ka thanë, se e shiki son njeri shumë i shkollum. Tha dhe se më ka kushtu bileta, shumë ka marrë thëna, gjithë zemër me të po, mos harrothe se dhinta jote, që shumë e ka dzë mirë, ose qyshe tha mirë. Dëmshuria. Ja, për nuk tha dëmshuria, tha ti. Mirësia. Se lidhen. Okej, mirësia jote tha u të shfryzu shumë, se ka po sene jashtë, o vllavi janë. Jo, normal, nëse, këshir, motra jam e kur s'ki sharë këtë me ma thonë një gjatë që se ka pa ose që nuk e din, unë e kuptoj shumë mirë ata. Thjesht a kanë edhe vështirë me i dhonë maja të në fjallëve, pasha zote se nuk ashtë atë që letë. Jo, se ti sot po delë se ti, më falë se po thamë, s'po kam qef, ti po delë se ta tre ti, në faj, ata heq. Po nuk jam dakord, këtu të katrit. Se si cili ka pos. Por, ti u dosh më ka një vendos, me thonë, stop, bëma. Elion, me gjithë respektin, a jetu shtu me shtratun jam të shku naltë. Benit të lutna distancohu. Lëndrim, shok, rina, unë du me lutë lojën teme. Edhe më ju gjutë krejtë që ki pas dhe natë. Se na kurse kena muhu se si inteligencë, ki argumente, se ta ki pi fillimi të nësët. Por se tu ka shvizu në ashta ne jo në favor të amin, po shirë. Mirësia. Mirësia. Por se është Eliona super inteligente, është apo edhe tje, në bollë me dojën, por nuk dil ki me thonë. A të kuptu? Din më mbrojt, din qysh me thonë fjallë. Unë besoj që ka mu diskutu kjo pjesë, inshallah o zotë. Sigurisht do të inshallah, se kjo realisht... Për mua është debati më do me thënës. Po se dojë që mra, nuk është që i tha një gjan, apo kupton? U tha një seri gjanash. Dojë që veç pak se këcaj ki për vetës, ja theki do ofendimet. Po edhe reagimet, po ato okej. Ofendimet su pëlqynë Po reagimet që pa jo... Okej, se kur nxefesh mund djerë dhe një fjallë. Po nuk i tha ofendimet. Por, disa gjëra që tha, sigurisht që të fusin në ndime në dushime. Se edhe prapë e ceki, veçanërisht, unë e lëndrimi jena mashtru. Se e tha do që s'di sa herë. S'di sa herë e tha. Unë e po qëditna me ju, bre burë. Qysho mundsh me juve m'ju mashtru dikush o burë. Po qysho burë, unë po qëditna me ju. Ludo, unë edhe një sen, edhe që kem edhe me Hygjertën lavandëri edhe me ty. A janë Elizoni Marsanet jo natën? Unë, Elionin edhe Klodin nuk i kom pasi lojtar. Ka është problemi. Nuk i kom pasi lojtar. Raport shoqëror, se ju thuni keni bo lojë. Çfarë loje kem bo? Përveç ha hi, gjuja nej, gjuju knej. Çfarë loje? Ajo a mo veprimet e Elionës e Benitës ti si super lojtar, e si këshir tjertë lojtar. Pse si ki studiu pak Sukur Elion, Sukur Doxhi? Po dhe e kena fol. Mi studiu shku, pse e pe pan qëta, pse pjo afrot, pse pjo këshirë? Kemi fol. Po nuk ka ardhë, do me thonë, mas mamti në fund, edhe mi thonë, edheshka, unë e vlaj, nuk jam o kjo. Unë nuk jam pjesë e kësaj lojës, edhe bye. Shumë kalaj. Po e si pas te, cilës lojëm konën? Jo si kon, ose kon e kom për kraj, kon e kom... Jo si kon pjesë e lojës, por ti, qofë se kinaj bashk me ta, i dasht mi po do sena mu distancu, më thonë nuk du më këtë. Po ludo, qërë, për mu është në mirë, se ke luti që atë. Unë e shumë mirë për thamë. Mos du me të një mu.
Jo bre, po une as nuk jom përzi se o ko një raport shoqëror. Une sari kom pa, si Klodin, si Elionën, të fol vetën, unë jom distancu se o kon diçka që une nuk e kom pa të arsyshme me ndërhyë dhe nuk e më ka interesuar për qëta nuk kom fol. Pse si, o vla, nashta që kjo është sani ma i keqit, e unë se si kom pa si lojtari, kom pa si shok, edhe nëse me krejt shpinë kom bo me këta s'kom bo. Mesazhin më të mirë çka keni dhënë ju jashtë ashtën. Kur tre njerëzi lidhen bashkë, si cili ka qëllimet e veta, mas më të përfundon shto. Kur tre njerëzi lidhen bashkë, edhe si cili ka lufton për egon e vetë lidhë shto. Por në, mësëm kupto keq, këto ndodhe dhe jashtë, ose tre shok janë nisin një biznes bashkë, e ti ki qëllimet e mira, unë i kam të këshia, hyki ka të këshia, përfundon që ke. Qofse ti ki të mira, unë i kam të mira, tëra dikun, amo hyki ka të këshia, a pet del krejt. Lodër, une edhe... Tu të ju tre nuk shumë senet pastra. Ngam, jo, qërë qa po të thamë, une nëse kom hesht, është për shkak se edhe kom besu shumë sene pa analizu thellë. Kom besu shumë sene. Ose të qëlimet. Se je vetë nashta i besu shumë. Ju betohet, adipse, se për shembull, une ka pas raste që prej herë me juve jom shokum prime kur i kom pa do sene, se kom di që për shembull jom fol që ato sene, as mi kanë kallëzu, as i kom pyet. E pro atë shoqërisht i kishujt. O jo, edhe ajo po se s'kom dash me përzime dala i shok i keq, men jam, se që tash për shembull s'ma kish një, kisha jap menimin top. Se unë prap edhe kur kom fol jom dal shok i keq, kur e kom jap menimin troç. Shkap ki posti me hub, qofse ti ishi tërgu që jena të fol për këtë sen që tash ti... Po jena të fol, po që kjo është shumë interesant. Po pe di që është shumë interesant. Ti e gjatë gjithë kohës, emocionale. Adashje. Emocionale. Momenti që ti lidhesh emocionalisht, në një farë mënyre të vishen dhe sytë. Edhe i shef me syrin e emocionit. Bravo. Nuk i shef logikisht ose pastër. Bravo. Dhe unë në një farë mënyre, jo se më vjen mirë, por realisht faleminderit Dolçes që foli edhe tha ca gjëra për të kuptuar edhe qëndrimin tim që kanë 2 ditë që po mësulen për punën e dyshimeve. Sepse më falë, këta të dy kanë denjur 24 orë, kanë qënë 3 bashkë, shoqëri, mere se s'ka problem. Shoqëri, dhe në momenti që Dolçe flet, fillojnë shiten sy, si pas kemi parë. Jo, që ato sene që i tha Dolçe është pak... Edhe unë, momenti që flet Olta, se prit dyshim. O, Hygi, unë e po të kuptoj. A do me ta ka dhu njën? Te pjesa e dyshim. Jo, gam. Po në prap jam i qati menimit. Pse? Nuk është që, une personalisht nuk është që pash diçka risite që ajo që e tha Ulta, se që ajo sen është diskutu. Jo, une pash risi. Qërë, a di qa është risia, që u thoa veç për Janës Klodit, po që aj sen, u thonë për dët, që të nga mo nuk është qelë muhabeti. A nga kanë sulmu dëve? Po, e vërtet, ama... Krejtë si lodo me grupin që u kone krejtë. 10 ditë para finales, Olta në mes të prajmit, kur është shikueshmëria në ekstrem, thot një fjalit të tillë, të pastër, e tha qartë o Londrim, nuk e tha të interpretueshme. Jom të kuptu, o Jegirta, jom të kuptu. Atëre, unë, mendimin e Oltës e marrë për bazë, të thënë në këtë pikë. Jo, mos menon ti, pse ti apo menon që ky sen nuk është folja, apo ti kur të ndërprejt lidhja, veç pak i pik lojës mund është me e thonë, po ku ndërprejt lidhja disa herë folin këtë sen. Amo Hygi ti me një prime të vetë nuk e kam dëgjuar. Jo, bre Hygi, po. Jo, unë jam deri në një pikë, dëgjoj. Unë e kuptoj ti pse e ki bo këtë sen. Jo, s'ka lidhje. Besom që po. Se po dyshoni ju të Eliona? Hygerta, unë e po dyshoj të Eliona se po thuen fjallë që nuk po kryen dhe i fund. Si nuk kryen dhe i fund? Po dhe nuk po kryen dhe i fund. Ju ka mashtru, se ta shëdhon muna me thonë ka mashtru Hygerta, po për çka më ka mashtru? Lese ma mirë s'po folje. Normal që ki dyshime për këtë pjesë. Se s'po thuen deri në fund, kurse unë mos kem dyshime për gjëra që thuan troç? Po atu thanë troç o i zemër, po atu sene ti i ki dit. Kë kam dit, më lejnë? I ki dit. Jo, në kur është bërë mua beti në prime, i e pyetur ti, të ka dhe sinjale, pse ke bërë ti pytjen, qaj e erdi informacioni, pra është bërë një gjë jo e qartë. Kurse atë ditë, Olta e tha qartë fare, o Londrim. Po të kuptoj, po seni ma interesant mund doket. Jo, dihet që loja e Klodit është flirtimi. E nisi me Londrimin. Ka loj të Benita, pastaj të Eliona, u këthy prap të Benita. Dhe unë mos të vijem dyshim, kam denjur unë 24 orë me ju. A di qarë sani ma interesant. Ti 24 orë s'kinajt, po nëse pikrejt banorve, ti e kon, nëse jo me mu me Klodin, je kon ma e afer. Ta edhe me Elionën, se e kon e lidhme. Normal.
Kam që 24 orë, po, i kam parë më afër zemrës. Po, a di që puna, a di që am vjen mu me dyshu se ti kitë sen po e bën kitë pik lojës për arsyet që unë e ti ceka. Qa vesh një moment? Ti edhe mu më ki thonë që e ki bo lojen, do me thonë që t'ka dalë në tesem ku e kena pas debatin, që mësane e ki hek fjallën, apo më të përdej, që e ki hek fjallën, që mësane e ta ka tonë ullta, Hygerta thuje se nuk the kur gjot keqe, ti the jo, unë e po thonë për hajgare që i ka bo, se qështu. Dolce dhe pastaj Olta, unë kam qenë po me të njëjtin mendim. Po, okej, Po me të njëjtin mendim. Po qka tash unë e ty për të pjesa e Dolces, nëse unë e kom dyshim për një sen caktum, që ti e ki drejtën e botës me i pas dyshimet, po përderi sa ta bën, jom ka të kuptoj shumë mirë, po përderi sa Dolce ta bën që jo, për këtë pjesë nuk e kom me Klodin, se ti i pate dyshimet që nëse unë e foli ti i merë valigjet edhe shkan, edhe ti te sani që e tha Ulta dhe sani që e tha Dolce. Ti pësë të pyt Dolce, a ka të bëj që kjo për që shumë sana po Po kuptoj. një sekund, o Londrin. Shumë sana po kuptoj. Te Dolce, unë nuk A diçka ja kena na bosh publikut. Me ka të vëllë drejtë kush ka pas faqëllime. Nuk thash unë do një moment që Dolce e ka thënë për këtë arsye, ose për këtë temë. Nuk e kam thënë kur. Unë po them që Dolce tha diçka që në një farë mënyrë i thot Klodit qepe se Po, po të kuptaj. Nuk e qova unë që është për këtë temë, nuk po e them. Ama... Po ti i pate dyshimet fix për këtë temë, se ti për Po, këtë temë... Ama reagimi Klodit se shujti, reagimi Klodit se shujtit, unë jap dakord që... Se po thëmë unë nëse mu ma bën dikush të di diçka për mu ti ki me qiqa kjo, se nuk mundesh me mlon ti mu... Bravo! Se të lidhe se po thamë bombe, po qëtë, Nuk sulmojna, si moment Dolce që nxirre, po u tërhoq. Kupton? Këtu ishte pikpyetja për lojën e Klodit në përgjithësi, jo për këtë temë. Kur erdhi Prajmi, dhe ajo ka qenë, ne kemi diskutuar ditën e Prajmi. Kur erdhi Prajmi, u tha kjo tjetra e Oltës është për këtë temë. Më kupton? Po, unë jam të kuptut, gjithë loja, ose gjithë personazhi Klodit në dyshim. A e vete Klodin, a e vete Dolcen për çka po e thot qatë sen? Nuk e thoshte pra. E ka nxjerr dje, që jo nuk ka lidhje me këtë temë, dje në darkë. Po unë nuk po i lidh gjërat me njëra tjetrën. Ti i lidhe të nesrit me gjes, mu ma ke thonë ditën e pavarësisë që të sen, po me gjes. Të thash që janë një këtu dyshim, personazhi Klodit, qa di Dolce, qa ka dëgjuar, personazhi, kurse te Olta është tema e caktuar për këtë temë, më kupton? Nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Me njëra tjetrën kanë lidhje dyshimi për personazhin ose për lojën që ka për Klodin, që bëhen bashkë. Nuk kanë lidhje patjetër me temën. Unë jam ka kuptoj shumë mirë ku po do me dollë. Tani, Londrim, puna është që këtu jemi në një lojë. Për jashta nuk njifemi. Jo. Klodi thot ma njef karakterin. Jo më vlla, ku ta njofun karakterin ty? Unë njof atë që tim ke paraqitur mua këtu. Në bas të asaj që më ke paraqitur këtu, unë kam besuar. Ama kam gjithë drejtat e botës, kur dëgjoj një gjë, dy gjë, ta vënë dyshim. Se fundit jemi në një lojë. Apo jo? E kam sigurinu që e 100% i ky Londrimi, asnjëherë. Dhe me Klodin e kemi thënë që në fillim fare, 100% besim të askush. 100% s'ka shans. Sti valla veç, unë këto... Nuk jo, unë as nuk është që jam ka surprizona. E thot Olta në mes Prajmit dhe nuk reagon fare, dhe reagon kur e them mu. Kush, unë? Klodi. Olta e tha kur është shikueshmëria në maj. Si pas ka më shumë rëndësi kjo që themu gjatë ditës. Nuk e ka thënë ka qartë. Pse ti se ki kuptu? Ka qartë, tëng. E ka lënë në kuptohet. Por, atë ditë e tha qartë.